Motin e ftohtë dhe rreshtit e ditëve të fundit, më shumë se askush, e ka ndjerë komuniteti rom në Shkodër, por përveç këtij problemi, një nga çështjet shqetësuese për ta janë ndihmat me ushqime dhe veshmbathje, të cilat sipas kryetarit të këtij komuniteti po transferohen me pa të drejtë tek komuniteti egjiptian. Ky i fundit rrëfen se persona të caktuar po pajisen me pako në kurrizin e tyre, duke u prezantuar në shoqata si pjesë e kësaj lagje. Përfaqësuesi i komunitetit jam unë këtu edhe i kam unë letrat. Ai atje ka dalë tjetër, të shit ta morin vesh, kush është përfaqësuesi i kësaj komuniteti? A jam unë, a është ai? Ai merr nimat i çon në pazar. Kema Gjypt. Ai është për ma Gjypt, nuk ka për rom këtu. Rom jena ne këtu. Kanë sjell nima, ka dalë, i ka thonë që jam unë kryetari i komunitetit rom. Dim nuk na sjedhin, çdo vend sjedhin ndima këtu, nuk na sjedhin. Pa kushte, nuk kemi kushte. Qarë bjen jashtë, bjem mrena. Edhe neve, ja kështu do vdesim, edhe neve. Nga ftofti. E di Amerikën si është, Gjermani, kështu jetojmë tamam edhe ne. Se ata të mëdhej tonë, ata kanë qefin vetëm, mbushin xhepin e vet. Ne jemi rom, nuk janë rom ata. Ata janë egjiptian. Shkojnë nimat për atje, e këtu nuk vinë nimat. Neve s'na pyet asni. Kalamajt rritna për batania, se s'kemi as drua, s'kemi në i bazë, ku me shku. Komuniteti rom në periferitë të Shkodrës jeton në një varfëri ekstreme. Fondet që jepen për ta asnjëherë nuk mërrin tek nevojtarët, problemi i cili duhet të rishikohet nga instancat përkatëse, pasi uria dhe sëmundjet janë në shkallën më të lartë. Ata vuajnë prej vitesh nga një papunësi, varfëri ekstreme, ndërsa ndihma e shoqërisë për ta duket ende larg. Punësimi i fëmijëve rom është një dukuri masive. Mbi 80% e romëve jetojnë duke shitur mbetje të riciklueshme, metalike dhe plastike.